Me ditari në Kosovë, Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se nuk do të ketë as autonomi dhe as status të posaçëm për veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, ndërsa tërhoqi vërejtjen se në rast të ndryshimit të kufive do të ishte më mirë dhe më lehtë për shqiptarët të jetonin në një shtet të vetëm. Komentet e tij u bën gjatë punimeve të sotme të Parlamentit të Kosovës, i cili me rezolutë të posaçme kundërshtoi mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se nëse do të ndodhte ndryshimi i kufive në Ballkan, shqiptarët më së miri dhe më së lehti do të jetonin në një shtet të vetëm. Ai bëri këto komente në mbledhjen e sotme të Parlamentit të Kosovës, i cili ka miratuar një rezolutë në kundërshtim të mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë. Kryeministri Thaçi cilësoi nxitse dhe me rrezik për një konflikt të ri synimet serbe për mbajtjen e zgjedhjeve, ndërsa hodhi poshtë çdo mundësi për autonomi për veriun e banuar me shumicë serbe dhe për ndryshim të kufive të Kosovës. Prandaj edhe pretendimet që paraqiten aty këtu për ndonjë autonomi apo status special nuk janë të vërteta, janë të paqëndrueshme dhe nuk do të ndodhin. Edhe sa përket pretendimit për ndryshime të kufive apo pretendime territoriale, unë kam bërë edhe të qartë në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, gjithë miqve ndërkombëtar, mesazhin e institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës se me pretendimet e tilla të ndryshimit të kufive, shqiptarët më së miri dhe më së lehti mund të jetojnë në një shtet të vetëm. Parlamenti i Kosovës miratoi një rezolutë në kundërshtim të zgjedhjeve serbe, duke i cilësuar ato si dëmtim të rendit kushtetues të Kosovës. Në tekstin e rezolutës që paraqiti në emër të grupeve parlamentare, Adem Grabovsi nga Partia Demokratike e Kosovës thotë se organizimi i këtyre zgjedhjeve është shkelje e sovranitetit të Kosovës. Konkludojmë se Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk lejon mbajtje të zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë dhe obligohet qeveria të realizojë këtë vendim. Kundër zgjedhjeve serbe janë shprehur edhe diplomatët ndërkombëtar, të cilët tërheqin vërejtjen se mbajtja e zgjedhjeve lokale të Serbisë në territorin e Kosovës do të ishte në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Autoritetet serbe thanë se qeveria e Serbisë në bashkëpunim me UNMIK-un do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme në lidhje me mbajtjen e zgjedhjeve edhe në Kosovë, meqenëse siç thuhet Serbia është e detyruar të respektojë rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Zyrtarët e UNMIK-ut ndërkaq nuk kanë komentuar këto qëndrime. Që nga përfundimi i luftës, Serbia ka organizuar zgjedhjet e saj edhe në zonat e banuara me shumicë serbe në Kosovë dhe ndonë se ato nuk janë mbështetur dhe as nuk janë penguar nga autoritetet vendase ndërkombëtare. Por kësaj radhe thuhet se Serbia duhet të sillet në pajtim me statusin e saj si vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Ajo mori këtë status në fillim të muajit mars pas një marrëveshje me Kosovën, në cilin janë përfshirë rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe opinioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Por qeveria e Kosovës akuzoi sot Serbinë për mos zbatimin e marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal. Në një komunikat të qeverisë thuhet se shkelja e marrëveshjes ka ndodhur sot në kuadër të konferencës rajonale Partneritetit për ndryshim, shoqëria civile dhe qeveritë në Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi, e cila po mbahet në Beograd. Mos respektimi i marrëveshjes sipas qeverisë ka bërë që përfaqësuesi i qeverisë së Kosovës të braktisë konferencën. Qeveria pohon se janë shkelur pika 2 dhe 4 të marrëveshjes, në cilat thuhet se Kosova me një yll është shënimi i vetëm që do të përdoret në kuadër të bashkëpunimit rajonal dhe se ajo merr pjesë vetë dhe flet për veten e saj në të gjitha takimet e tilla. Ajo i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që në përputhje me rolin e tij si ndërmjetës dhe garantuesi i zbatimit të marrëveshjeve të arritura në dialogun teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të ndërmarrë të gjitha veprimet të domosdoshme për të garantuar zbatimin e praktikë të tyre. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.